duket se është në mbritje. Zoti Veliaj, shikoni këto janë pamjet e drejt për drejta. Pra në gjykatën kushtetuese pritet të nisë në orën 10 shqyrtimi i ankimimit të Erion Veliajt, i cili ka kundërshtuar shkarkimin e tij si kryetari i bashkisë. Janë pamjet nga dera hyrëse e gjykatës kushtetuese, ka mbritur automjeti i policisë, është nisur rreth 20 apo 25 minuta më parë nga paraburgimi i Durrësit. Mbrin pra kështu në gjykatën kushtetuese zoti Veliaj. Në raportimin e parë të drejt për drejt me kolegen Klodi Lala u theksua fakti që ka masa të rrepta sigurie dhe kjo ndodh në formë standarde në rastet të tilla. Garda, gjithashtu uniformat policisë kanë mbritur që herë ja zoti Veliaj, ja te kësht, sa po ka hyrë në ambjentet e brendshme të gjykatës kushtetuese Erion Veliaj. Nuk e di nëse do ta kemi mundësinë me Klodi Lalën në këto çaste një lidhje të drejt për drejt. Janë ato pak momente që kamera fokusoi zotin Veliaj. Po, kam Klodi Lalën në lidhje të drejt për drejt tani. Klodi, jemi përsëri bashkë drejt për drejt sa po ka hyrë në ambjentet e brendshme të gjykatës kushtetuese Erion Veliaj. Nuk e di nëse është e mundur lidhja e drejt për drejt me Klodin tani në këto çaste? Po, të dëgjoj, jemi drejt për drejt, Klodi. Sa po kamerat fokusuan zotin Veliaj që hynte në ambjentet e brendshme të gjykatës kushtetuese. Linja për ty. Po, në sida sikur se ju e pat, zoti Veliaj, ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, i shoqëruar në masa të rrepta sigurie, sa po hyri në ambjentet e gjykatës kushtetuese. Furgoni i policisë së Burgjeve mbërriti në derën anësore të kësaj gjykata, aty ku është e planifikuar që të hyjnë të gjithë personat të cilët vinë të arrestuar për të përballur në këtë gjykat. Ashtu sikur se ne kishim paralajmëruar më herët, rruga nga Durrësi në drejtim të Tiranës gjati jo më shumë se 40 minuta dhe patjetër policia e Durrësit dhe ajo e kryeqytetit komunikuan me njëra tjetrën me qëllim që shoqërimi i zotit Veliaj të bëhej pa incidente dhe sikur se tashmë dihet ai është të futur në ambientet e brendshme të këtij institucioni dhe më pas do të ngjitet në sallën ku edhe do të zhvillohet seanca plenare për shqyrtimin e kërkesës së tij për kundër shkarkimit nga detyra kryetarit të bashkisë. Zoti Veliaj mbante pranga në duar në momentin kur shoqërua nga forca speciale, pyetje së News 24, nëse Edi Rama e ka shkelur kushtetutën për shkarkimin e tij, zoti Veliaj nuk pati mundësi të përgjigjej, thjesht përshëndeti me dorë në momentin gjithë operatorët dhe gazetarët që gjendeshin dhe që janë të shumtë ditën e sotme në ambientet e jashtme të gjykatës kushtetuese. Seanca pritet të nisë 30 minuta më vonë, konkretisht në orën 10 të ditës së sotme, ku gjyqtarët kushtetues do të shqyrtojnë kërkesën e ish kryetarit të bashkisë, i cili pretendon shkarkim antikushtetues dhe të paligjshëm nga ana e Këshillit Bashkiak dhe më pas të firmosur nga kryeministri i vendit. Pritet të jetë një seancë gjatë ku pasi të bëhet relatimi, zoti Veliaj, i cili e ka blinduar ekipin e tij të mbrojtjes, krahas Albando Kushi do të jetë edhe Ermal Yzeiraj, avokat njëherazi edhe ish ministri të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili do të mbrini gjykatën kushtetuese dhe të paraqesë argumentat në favor të ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Më pas përfaqësuesit e presidencës dhe të kryeministrisë sigurisht janë kundër pretendimeve të zotit Veliaj, sepse ata thonë që gjykata kushtetuese nuk mund ta marrë në shqyrtim këtë çështje për sa kohë që shkarkimi i kryetarit të bashkisë është kryer nga ana e Këshillit Bashkiak dhe si akt i tillë do duhet të goditet nga ana e tij në gjykatën administrative. Ajo çfarë duhet theksuar për opinionin publik është se gjykata kushtetuese do të dëgjojë vetëm argumentat e palëve ditën e sotme në seancë plenare publike, po ashtu gjyqtarët kushtetues do t'ju drejtojnë pyetje të gjithë përfaqësuesve, ndërkohë që vetë zoti Veliaj do të ketë një fjalim me natyrë politike. Vendimarrja nuk do të merret ditën e sotme sepse pasi të përmbyllet shqyrtimi dhe gjithë pretendimet e palëve, gjykata kushtetuese ka në 30 ditë kohë për të marrë një vendim, por nga ana tjetër duhet theksuar se duke qenë se bëhet fjalë për një çështje sensitive dhe duke qenë se bëhet fjalë për bashkinë më të madhe në vend,
ku do të vendoset për fatin e saj nëse do të zhvillohen ose jo zgjedhje të pjesshme vendore, ky vendim pritet të vi më shpejt se sa parashikohet. Për momentin, gjykata kushtetuese e ka pezulluar dekretin e presidentit të Republikës zotin Bajram Begaj, duke mos e lejuar zhvillimin e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës më datën 9 nëntor. Zgjedhjet do zhvillohen vetëm në 5 bashki të tjera dhe zhvillimi ose jo i zgjedhjeve do të varet nga vendimarrja e gjykatës kushtetuese. Nëse shkarkimi Erion Veliaj do të mbetet në fuqi, atëherë, në momentin e zbardhjes së vendimit, presidentit të Republikës i linde drejta të rishpall ose të dekretoj një datë të re zgjedhjesh sipas parashikimeve ligjore. Nëse shkarkimi i zotit Veliaj konsiderohet antikushtetues dhe antiligjor, atëherë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës nuk mund të zhvillohen. Po Nisida? Mirë, Klodi, të falenderoj, do të ndjekim hap pas hapi gjithçka çdo zhvillim të ri, ndërkohë që për rreth 30 minuta pritet nisë seanca, e cila do të ndiqet në kanalin zyrtar të gjykatës kushtetuese. Ishte Klodi Lala në këtë tjetër raportim të nderuar shikues. Ndjekim edhe një herë momentin e mbritjes së zotit Veliaj në gjykatën kushtetuese. Nuk ka patur asnjë mundësi të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve, të cilët nxituan ta pyesin zotin Veliaj, por ka qenë shumë e shkurtër koha deri në çastin që ka hyrë në ambientet e brendshme të gjykatës kushtetuese. Vetëm ka përshëndetur median të shumë ditën e sotme përballë gjykatës kushtetuese për të fokusuar çdo moment dhe në